Selam aleikum të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Përshëndetje dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën. Ju falenderojmë që e keni nda kohën me qenë bashk e po shpresojmë që inshallah do të realizojmë bashkarisht këtë emision me musafirin ton të nderuar që e kemi zakonisht në studio, profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum, mirë se erdha. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se gjej. Zoti ju nderoft që edhe sonte si çdo të martë tjetër jeni bashkë me neve dhe me shikuesit e Radio Televizionit Iliria. Të dashur shikues, pyetjet mund të shkruani në 046220022, ndërkohë emisioni transmetohet edhe nga të gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar në Facebook Dr. Shevqet Krasniqi, gjithashtu edhe në kanalin e YouTube-s. Profesor, një dëgjues pyet, thot sa është me rëndësi të agjërohet dita e Arafatit ose cila është rëndësia e ditës së Arafatit? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillimisht duhet të kujtoj muslimanëve se këto ditë të Dhulhijhes janë të rëndësishme për muslimanët dhe se dallojnë prej ditëve të tjera. Dhe se të tilla dohet muslimanët i veçaj ato me adhurime shtesë. Në krye të këtyre 10 ditëve vije dita e Arafatit e pastaj dita e Bajramit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith të vërtet, ma min ejamin el amelu salihu fija habu ila Allah min hadhi l'ejam, yani l'ejam l'ashr min dhul-hijja. Nuk ka ditë ku puna e mirë tek Zoti është më e dashur se sa puna e mirë e cila bëhet gjatë këtyre 10 ditëve që është fjala edhe ditëve të Dhul-Hijjes. Nuk ka ditë ku puna e mirë është më e dashur te Allahu se sa puna e mirë e cila bëhet gjatë këtyre 10 ditëve. Njëherë ka përgjithësuar çdo punë të mirë, pastaj transmetim tjetër ka thonë fa'akthiru fiha, shtonën te التكبير والتهليل والتحميد، shtonën te për kujtimin e Zotit, dhikrin e Allahut. Thënë sa më shumë la ilaha illallah, thënë sa më shumë elhamdulillah, thënë sa më shumë Allahu akbar, thënë sa më shumë subhanallah. Po edhe amele tjera të mira, leximi i Kuranit, namazet nafile, agjerimi nafile, sadakaja, duat, lutjet, çdo punë e hajrit e cila çdo herë është e mirë, në këto 10 ditë të Dhul-Hijjes shpërblehet më shumë te Zoti, është më e dashur te Allahu i madhruar. Pjesë e sajna këtu në 10 ditë është dita e Arafatit, e që është dita më e mirë që lind diellin te. Nuk ka ditë më të mirë që lindi diellin e te se sa dita e Arafatit. Nuk ka ditë që shejtani është më i poshtruar, më i ndihet më keq se sa ditën e Arafatit. Nuk ka ditë që Allahu fal gjunahe më shumë për muslimanët se sa ditën e Arafatit, veçanti për ata që janë në Arafat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për agjërimin e ditës së Arafatit, shpresoj te Zoti që agjërimi i kësaj dite të fal gjunahet e 2 viteve, vitit të tashëm dhe vitit të kaluar. Shpresoj që agjërimi i ditës së Arafatit fal gjunahet e 2 viteve, vitin që shkoj dhe vitin që jemi te. Pra sevap i madh me agjëru ditën e Arafatit, por ky agjërim është për ata të cilët nuk janë në hax. Ndërsa për ata të cilët janë në hax, ndryshon meselja. Respektivisht të cilët gjenden në Arafat ditën e Arafatit, sepse për ta është më mirë me u angazhu me lutje e me dua se sa me agjërim. Andaj themi se sunnet, prej sunneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është edhe agjërimi i ditës së Arafatit. Është sunnet. Me agjëru është mirë, me agjëru komplet familja.
ditën e Arafatit, ditën e Ashurave është mirë, komplet familja më zgju me agjeru. Natyrisht nëse kanë mundësi, nëse s'kanë mundësi se për shembull fëmija vegjël e lodhen dita gjatë e tjerë, s'prish punë. Por në parim është mirë, është e preferuar me angazhu ketëra të shtëpisë me agjerua ditë të madhe ditën e Arafatit. Po. Edhe gjuhës tjetër të cilat janë synetët e Kurban Bayramit. Në fakt Kurban Bayrami senet të krejt. Madje senet mueked, por është senet mueked, senet i fortë e thuhet se është vajib. Sipas Ebu Hanifes, thirrja e kurbanit është vajib. Obligim. Ndërsa sipas Ebu Jusufit e Muhamedit dhe ulemave të tjerë, të shumt, thirrja e kurbanit është senet mueked, senet i fortë. E që nën kupton është mirë që gjithsesi është mirë që robi I cili ka mundësi materiale mos ta lën pa thirr kurban. Mos ta lën pa thirr kurban. Sepse kurbani është diçka shumë e madhe. Është një ibadet shumë e madh. Ibadet shumë I madh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folë për kurban, ka thonë se kurbani vjen ditën e kiametit me thundrat e tije, me leshin e tije, cilën ditën e kiametit. Edhe ka thonë të njëjtin hadith, nuk ka punë të mirë, më të mirë që bën robi ditën e Kurban Bayramit se sa thirrja e kurbanit. Nuk ka punë më të mirë që mund të bëjë robi. Nuk ka punë më të mirë. Ndash është qenë 100 fukara, ndash 1000 fukara, ndash 10.000 fukara, ndash çfarë dush, punët hajrit bëje në njërën anë, në anën tjetër thirrë kurbanin, kjo vepra e dytë thirrja e kurbanit është më mirë se sa të gjitha ato veprat e tjera. Sepse pejgamberi pa thot sallallahu alaihi wasallam puna më mirë te Allahu azza wa jall është thirrja e kurbanit. Nuk ka amel vepër më të mirë dhe më të dashur te Allahu që e bën robi ditën e Kurban Bayramit se sa thirrja e gjakut, se sa thirrja e kurbanit. Po. Nëse një dëgjues pyet thotë e kam kuptuar rregullin për papastërtinë. Nexhesin. Nexhes është ndytësina. Po. Edhe gjithashtu pjesën që ka të bëj me dehrem. Dehremin. Tani? Por nuk po e kuptoj mirë një gjë. Kur thuhet që nuk është farz të ndroni rrobat për një papastërti të vogël, a ka kjo për qëllim kur je jashtë shtëpisë edhe s'ki mundësi me ndru rrobat, apo vlen edhe kur je në shtëpi? Je vlen edhe kur je në shtëpi. Dikush më ka thonë që edhe nëse një pik urin të bjen rroba duhesh me ndru, thot e unë pindroj 2-3 herë gjatë ditës. Ja, është e vërteta, ja. Kjo është vesves. Kjo është vesë edhe nuk ka nevojë robi. Nëse nuk e bën nga vesi, por e bën veç kështu për të rroteshat, rregull është. Por nuk kanë rregull çdo kohë namaz me rroteshat. Sepse është ngarkesë me shakka. Allah nuk ngarkon robin për të mundësi, apo nuk e ngarkon shumë robin. Se mund të thotë ka mundësi ke, po është rënda po. Është rëndë. Në fakt, robi, burrë grua, në veçanti gjenia femërore, nuk e ka lehtë me nejtë e pastër 100%. Nuk e ka lehtë. Zakonisht, pjesën absolute të rasteve, tek dy gjenitë, veçanti tek motrat, teshat pjesërisht kanë ndonjë ndërtësinë. Qoftë një pikë, çka cek këto. S'ka dërë sa s'pengon. As gjë nuk pengon. Edhe 2, edhe 3, edhe 5 pika. Edhe 10, edhe 15. Nuk pengon. Qofshin të lëngta, qofshin të ndërtësinë ngurtë. Por derisa
nëse mblidhen të gjitha në një vend, apo nëse e në një vend, nuk arrin sasin e shëplakës e dorës pa gishta. Këte. Nëse ka kaq sasi, dëtsirë, në të shatë mbranshme, apo të jashtme, të shkapërderdhura, dhe nëse mblidhen apo të mbledhura në një vend, dhe nëse mblidhen atë që në shkapërderdhura, arrin se shëplaka e dorës pa gishta, atëre i bëhet vajib, obligim, dëtërim, me i nërru ato tesha, apo me la tesh, tani me vesh, tani me falë. Për ndryshë nëse është ma pak, është preferuar për i obliguar. Nëse është një pike 2 e 3, se ka obligimin në rru. Donë me në rru, ka mjafë, s'ka vështërsilet në rënë, por mës ta kuptën që obligim, mës ta mërë për obligim për dëtyrë. Ka dalim. Njerëzit kanë qef me najtë, sa ma të pasë, mundësit i kanë, në regullo, në mendje mbrami në rrujnë teshat. Anet në rrujnë. Mës janë njerit, por mës ta bën shkak vesi, dhe mës ta bën dëtërim obligim vetës. Me thonë si jam i paqëtë, si kam të shote paqëtë, s'mi falë në kështohe, s'ma pranë në zoti, ja gabe më kje punë. Sepse, kur thush s'ma pranë në zotit në pas argument, kur thush kja s'bën në pas argument, e shëriate nuk ka sill argument që ta obligon tyje, pezollimin, largimin, evitimin, e ndëtsis 1.2-3. Dhe kësa i thojnë, për kundra zë shërati ka sill argumente që justifikohen këtë gjëra. Dhe kësa i thojnë dhe futet kjo në një regull që fuqahat e quajnë mimma ta'ummu bihi el belwa, gjëra të cilat janë të pashpangshme, janë të skeshme rëshvështira mu i largu për tyne. Këndo në shumë sende, në shumë fushveprime, shumë fusha, por ndërto është të këpasërtia. Për shambull, këta qëtësi ka në, njëri ka nërë mund të pikë ndo një dëtësin për e vrejt heq, edhe që kër e vrejnë e hjeke, kër se vrejnë, mund të jetë edhe ndryshe. Tani në këtë kohë ka kanalizime, në këtë kohë ka mirë thash kanalizime, ujrat e zeza, futen brana në tokët e tjerë, por para gjës shekulli, para një shekulli me heret, kanalizimet, ujrat e zeza, shëmer kanë qenë si për rrugëve, kanë hecër, ka bajt shiju e ujë me vete i ka marë, dhe njëri duke esë, duke shku në për shtëpi, dhe të rohet me esë, a i mundohet më rujtë, por a i din që atë ujnë janë zeza. A është sigur që ndo një pik nuk i bia atina duke hecur? Jo. Ose verës, kur vërshojnë insektet, mizat, veçanti, të cilat nga natyra e tyne shkojnë vendet në dyta, ku kanë dëtsira, mushet me miza, pa të sërrinja të gjithë dalin, dhe vinë truptan. Nëse vinë 500 miza mrana ditës, 500 pika dytat e kanë qitë trup. Të smesy nuk ishe asnja, apo në teshat e kanë qitë, apo në trup tonë. Asnja nuk ishe mesy, por në fakt i kinë dëtsina në trup. Tani më që më thonë më kanë prejkë 500 miza dhe ato shkojnë ka hamas në përvendet në dyta, dhe këm 500 pikat dyta, ose 300, ose më pak, ose më shumë, andaj s'më fala me këtë paltë, do të më qumë në rru, jesë kërkuj s'ka thonë kështu. Sepse ke futë në qka që është mimma të ummu bihi belwa, në qka që është e pa mundshme shmangja nga jo, s'kemë si më shmangë. S'kemë mundësi. Ose jesë në për mes kafshat, mes rrugve, dhe hidhë diku shuj pjesë në altit. Të nuk e din ashtu ujtë e pashta, nuk e ujtë e pachit. Dhe kështu me ra. Pra kemi raste ku mos të zgjasëm, fuqahat e kanë quajtur me këtë rregull, kanë quajtur kështu, dhe kanë cekur shumë shembuj ku justifikohet robi. Ndërto është edhe qesa si e vogël
e ndëcirave e cila del për 2 kanaleve të kërobi, nëse është disa pika që thash, nuk e ka për obligim femra, po mashkulli me në rroteshat. Të duhet ta di. Falet me to pas një problem. Po. A lejohet të shitet ndonjë pjesë e mishit kurbanit, thot një dëgjues? Jo. Asëse. Nuk lejohet të shitet, madje nuk lejohet as të jipet një pjesë e kurbanit se fjala vije lëkura, nuk lejohet të jipet si kompenzim kasapit, thërtarit, i cili e thejnë kurbanin. Nuk lejohet, sepse ti je i urdhëruar që komplet kurbanin tënd ta sakrifikosh, ta flejesh, ta bësh për Allahun. Dhe i shkon për Zotin. Nëse shet një pjesë, ti mundu një pjesë me dhanë për Zotin, një pjesë me lanë. Kurbanin nuk ndahet pjesë. Se është një shpirt, është një trup. Ndahet pjesë me hangër. Po nuk ndahet pjesë, 2/3 për jepi për Zotin e 1/3 për shtin gjep. Shkan e të kurbani. Nuk shkan. Andaj, nuk e të drejt me ashit kurbana as kujt në asnjë mënyrë. Ke të drejt me a falë. Dhe dhëtë me a falë. Me a dhonë sadaka. Sa han tjepja njerëzve. Zëtë për qa kurbani? Ku është efekti kurbanit? Me shita? Atër humbi efekti, humbi urtësia kurbanit. Kurbani nuk shitet. Kurbani nuk shitet. Kurbani shkepet, shpërndahet, ipet sadaka. Ose e han vet një pjesë, po ndash edhe krejt, ani pse nuk është të preferuar me hamur krejt, është me mirë me shkep një pjesë spako, ose shkep një pjesë, ose 2, ose shkep e krejt, nëse nuk e han. Tamam, po. A ka ndonjë njet veçantë për kurban? Pyet një dëgjues. Njet? Po, ndonjë metodë veçantë për me bën njet për kurban? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka thirr kurban kanë Allahumma na men tënd Zot an Muhammedin wa ali Muhammed, namen tënd të Zot për Muhammed dhe familje Muhammedit. Bismillah, Allahu Akbar. E thirr bën njet në fakt kur e ke ble kurbanin, ai është njet. Kur e ke ble njet, për çka ke ble? Për kurban, s'ke ble për mish, njet e kry. Por nëse don ta përsëritësh kur të kesh me thirr, nëse veçi atë, atëherë thua Zot i madh. Na men tënd për thirr kurban për vete, për familje, pranona ja Rabbil Alamin, kaq. Po. Është më mirë me thirr kurbanin vet apo me pagu dikon për me? Jo me thirr vet. Mas mirë me thirr vet, por me pamundsi në kohë sodet me thirr vet, nuk prish punë edhe me paguë. Apo me marr dikën i cili ta thirr kurbanin. A lejohet të thirret kurban për të vdekur? Ja, për të vdekur kurban dhe veçantë nuk e kam preferuar shumica ulemave. Përpos nëse kalon testamenta edhe kalon para atë punë. Për ndryshe, thjesht thirrë kurban për të vdekur e në kas, ta nuk e kanë praktikuar selef të vjetër. Për shembull pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam, ati ka dek Hatixha më herët, i ka dek Hamza, ka dek vajzat e tina. Ka dek fëmijët të gjithë përpos Fatimes. Por nuk është transmetuar që ai ka thirrë kurban për ndonjë të afërm të tij që ka vdekur. Asnjëherë. Njëtë ngjallë sahabët radiallahu anhum, nuk është transmetuar se kanë thirrë kurban për të vdekurit e tyre. Tamam? Enkas. Ndërsa nëse robi, kur të thirrë kurban e vet, e bën niyet për vete, për familjen e tij dhe i shtën edhe të vdekurit në çat niyet, kjo është më mirë për të. Bën. Ndërsa veç për të vdekur, nëse kalon para dhe kalon testament. Për ndryshe jo. Nëse thot nuk e pas mundësi disa vite me thirr kurban, edhe tash i ke mundësit, a lejohet me thirr kurban për ato vite që kanë kaluar? Jo, s'ka nevojë tash, jo ka shku, nuk ka nevojë përderisa edhe senet më e ketë. Ka shku ajo punë, për në tash edhe inshallah nuk bjen me lanë më, në të ardhmen kaq.
Në vend se të therrim kurban, thot ta bën ato para, sa kushton kurbani t'i japim sadak. Je nuk bën. Ti mundesh me dhënë sadak, po sevapi është shumë i mangët dhe nuk ke thirr kurban, nuk e ke marrë sevapin e kurbanit. Nuk bën. Kështu që ibadeti është ibadet. Kur Allahu neve na legjitimon një adhurim në ibadet, në fakt ai na legjitimon çat ibadet mos më ndryshu me diçka tjetër. Për shembull, haxhin e kena farz, kena obligim. Ata që kanë mundësi me shku. Po mirë, nëse a ka mundësi me që bedel dikan, po ka mundësi. Atëherë pa nësë shkepe që dikan bedel. Ose parët e haxhit pa japi dikun sadaka. Po japi 2 fish. Po japi 2 fish parët e haxhit, sadaka. Jo, edhe 10 fish nëse jep. Edhe 100 fish nëse jep. Edhe këtë pasurin tënde nëse jep sadaka, sevapin e haxhit nuk e nxen dhe borxhin e haxhit nuk e lan. Një të gjatë të kurbanit, të mundesh me ushqim fukarat, jo në lirë të kurbanit, për në vlerë të 100 kurbanave. Për sevapin e dirës e gjakut, respektive të kurbanit nuk më në nxen. Për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma amil ibn Adem, amilan khairun wa habbu ila Allah, yumnahar min raqat ad-dam." Nuk ka punë më të mirë, më të dashur që e bën robi jo më nahar ditën e kurbanit se sa derdhja e gjakut. Pra se sa kurbani. Nuk ka vepër më të mirë që bën robi ditën e kurbanit se sa derdhja e gjakut. Ditën e 10, ditën e kurban Bayramit. Nuk ka. Pra nuk as i afrohet afër sadakaja, as i afrohet afër asnjë veprim. Nuk ka vepër më të mirë se sa sadaka, thirrja e kurbanit. Për ata të gjithë ulemat, pa asnjë përjashtim, kanë rënë konsensus se kurban nuk e zaventson kur gjë. Gabim është, nëse mendon dikush ka gabuar shumë, nëse mendon se kurban s'po thirrë sepse s'po më i ha, sepse s'po ka kush ha, sepse po bën atë lashe me blek, ku me shkepe tjerë, andaj po japi sadaka çat vlerë, ka gabuar shumë. Kurban do të më thirrë, e hangre se hangre. E thirrë vetë, e thirrë dikush tjetër. Kurban do të më thirrë. Po. Sa ditë ka kohë për thirrjen e kurbanit? Për thirrjen e kurbanit ka kohë 4 ditë. Dita e parë e 10, dita e parë kurban Bayram, që është dita e 10 dhe Dhul-Hijjes, fillon pas faljes së namazit të Bayramit deri ditën e 4 para se më premtu dielli. Dita e parë e Bayramit, dita e 2, dita e 3, dita e 4. Kjo është sipas Imam Shafiut dhe veprohet me të tek shumë njerëz. Përndryshe te Hanefit është 3 ditë thirrja e kurbanit, por inshallah mendimi i Shafive është më i gjerë, andaj është më mirë punuar me të dhe punojmë të shumica e njerëzve. 4 ditë kohë për thirrjen e kurbanit Bayramit. E ka obligim gruaja të thirrë kurban nga pasuria e saj? Po gjithsesi. Dashur shikues, shkojmë në një blok të shkurt marketingut e rikthehemi prapë në studio. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrymë Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webfaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi me të nderuarin Dr. Shevqet Krasniqi. Kemi shumë pyetje profesor që janë për kurbanin, u lexuan, po ka edhe disa të tjera. Një dëgjues pyetet çka të bëjmë me pjesët e kurbanit që nuk përdoren, thot për eshat e këto a lejohet me javë çit qenve. Po gjithsesi. Pjesët, gjymtyrët të cilat nuk i përdor njeriu prej kurbanit, sikur se zorë të mbetërina, gjërat që sa të mbesin, krejt ato është mirë me qunë në një vend, nëse ka të shtëpia qenë, mja dhonë qenit, ose me qunë në një vend dikon ku i hajnë qenë. Natyrisht nëse me kush që më stanë dy të ambientin,
për ndryshe ishte në dhe. Pra, bën me shtin dhe, bën mjaftësi të qeve, e mjaftësi të qeve është me mirë. Më mirë, sepse me ushqy hajvanatin është sevap. Ka është problem. Ka qenë një lloj, s'po them bindje, po një lloj gjysmë bindje të quaj, ashtu një lloj e njerëzve që do të më shti paçara në dhe. Gabim është e po. Nuk është paçara, që është e vërtet. Më mirë është mja që qenit, për bënë dhe më shti në dhe. Pa problem. Së ndë të bësh në regullë, për qenit është më mirë nga se sadak, me hongër hajvanati, atë që e ka rrezka, atë që ka të lejuar, dhe në kene halal. E që, si për shembull të buka, mbetërinat e ushqimit. Ti mënesh me hodh në vendet ku hodh mbetërinat, por nëse ki qenin, macën, është më sevap me hongër maca qeni, edhe të hujt kufshin, ose zështë e malit, ose këta diune, sa me hodh mbetërina, ose sadak. Po. Një dëgjuesat jo majtak, a lejohet me therë kurbanin me dorën e majtë? Është e rryer. E rritur është. Gjithmonë punë të cilat duhet i bëna me dorë të djathtë, nëse robi i bën me dorë të majtë, ai ka bërë kerahet. Ka bërë vepër të papëlqyeshme, por se kurban është halal, ama ka bërë vepër papëlqyeshme sepse është sunet me dorë djathtë me për punë të mira. Po. Një dëgjues e pyetët dashta me pyet hoxhën, e kam bërë një operacion gji, edhe mjeku më ka propozuar tatuazhin mjekësor vetëm për të rikthyer ngjyrën natyrale të areolës. Po. Nuk është për zbukurim, po për si rekuperim pas smundjes. Po. A lejohet nga kjo ana fetare, ju lutem, lexon e pyetjen e ka bërë, domethënë si lutem. Allahu të sharoft, këj motër, të ruajt shëndetin, pjesën tjetër të shëndetit. Aja është sprovë që atë ka ndodhë, dhe kjo sprovë ndodhë shumë motrave. Shumë motrave ndodhë. Por këto e në caktimet të Zotit. Pastaj, trupi femrës krejt, po në veçanti që është gjinit është ndishme. Për femër, shumë ndishme. Ama çka ti bësh? Sprovë. Nëse përket pyetjes sate, përderisa tha është për rikurim, nuk ka pastaj ka efekt psikologjike. Lejohet, rregull është apo lejohet. Bile, nëse femra ka mundësi me ngjit një gji artificial prej silikonit ose ku ta diune, sa dhe pak për ta rikthyer pamjen e ma hershme gjirit saj, thoi ndryshe për ta larguar shëmtimin, se femra pa gji është shëmtuar, është duket me shëmtuar. Dhe ndjet kësë në marrë në sikleta ja. Ne për flasë gjithon për fra muslimanës, për flasën për njerëz të cilët gjitë e vetja të regojnë burave të huj, njerëzit të huj, s'kem puna me ta. Pra, nëse me ndonë që nga ana psikologjike të aje ka efekt, por ndjen vetën edhe ma të qetë para të tjerve, të afërme të sajna, veçanti para burrit, i lejohet edhe me ngjit komplet gjinin artificial, deri diku me rikthy pamjen që ka qenë me herët. Si fjala vijel, gjashëm e te, nëse njeriu t'i këputet hunën e vetë e së në këthen. S'kthehet aje.
por ose veshin dikun ndonjë fatkeqësi komunikacioni apo fatkeqësi ndonjë incident diku ku ta dimë në ndonjë rast i shkon veshi, këputet veshi. Edhe është duket shumë e shëmtuar. Tani ka të drejtë ai ta bëjë ndonjë vesh artificial prej silikonit ose në formë proteze, e cila deri diku ja ngjasen veshjet të vërtet, real, pastaj edhe largon atë psiqikën e tina, këtë neverinë e tina, e të tjerë po lejohet. Lejohet. Andaj të gjinë lejohet. E motra pa thë këtu se që ka justifikuar kjo, edhe është për rikurim edhe ndihet me mirë, lejohet, inshallah. Lejohet, inshallah, pa problem. Për gjithmonë ne i kemi parasysh ato, s'ka nevojë me cek, por do shta vesh për të vërtetuar se ne muslimanët, pa flas muslimanët të motrat, do të me qenë shumë të ndishme, të shumë të kujdesshëm. Sepse jetojmë në një kohë ku motrat tona muslimane nuk i di, se beset që falin pas ka namaz, sepse ta më në punë me falë namazin edhe gjykset e sajna mja të reguë burrave të huj, ta më në puna, po ndoshta kanë agjerim, kanë veprat të islamit, ama më vesh në atë formë, sa që mja u kuptu njerëzit edhe gjitë tyne çfarë i kanë. Kjo është të merë. Kjo është të merë, është bara zë me thanë të mirët në të mirët, çfarë kohën ke përjetu. Tani nëse një themen të cilën ka spravu Zoti me një smundje të kancerit, tumorit, ngji, dhe kjo mundohet me i kthye gjitë që kanë qenë më herët për mja pa njerëzit e huj, në rrugë tash ka haram të dyfisht. Allah në arrojt, por kjo motra sa shpëtyne. Tamam. Amin, inshallah. Motra thët ma ka pagu një umre, një student atje ka pagu për ma kry një umre mu. A është e pranu me thota? Motra se ka pagu umrën kush? Motrës ja ka pagu një umre, një student. Dharat është aje, alhamdulillah, Zotë është përbleft, e paguft. Kjo është gjest human, ish kelqy shumë. Dhe këtë do të ndjekit rrugë, këtë metodë të ndjekin edhe vllaznia tjerë. Por tek ne nuk e di, ose ne nuk jemi të vetëdijsuar sa dohet, ose shqiptarët e tonë e dojnë parën, jo krejt, për një pjesë të tyne e dojnë parë ma shumë se Zotin. Për ndryshe, nuk ju plot biznesmena kemë sa të dush, të cilët për çdo vit, pas një problem, mujnë me që minimumi 5, 6, 10 vetë numre. Me thonë do një hoxhë, po edhe vetë herë, disa me zgjidh her vetë, her, me thonë do një hoxhë, imamit, zgjidhet edhe gjemat, kanë dushti. Ose zgjidhe nan, ti 10, shka një nëmër kënë paguar për meje. Disa sa vapsht. O, Zoti, jemi ma. A këtë këse bëhet 10.000 euro. A për të 10.000 euro jenë do shta se kurse se një drejkë dikush me dhe dikujna, por nuk e shfryzoj njerëzit këtë të dyrë të mirat hajrit. Po. Në dhe gjuhës, thotë kemi pas një biznes me vllaun, një biznes të përbashkët. Thotë edhe u dash me mbyllë se vllau në vazhdimsi i ndroi ke marrëveshjet. Mas një kohë kuptova që vllau ka hap tinza biznes tjetër. Thotë ju kom i dhnu edhe nuk po kom qef as mu taku, as me pa. Prind më kanë kushtzu që nëse nuk e lejon ato me arë në shpinë tane, nuk kemi me arë dhe s'na. Qysh me vepru, thotë që ka mirë. Prind të kanë mirë. Vllau shkoj të agji, kur gjithë do të pranu vllaun këj të agji, ka që meselja. Asë gjë ma shumë. Vllau shkoj të agji, ka doj, di kanë atonë, Allah me di ka ga.
se kjo pak me kjo pak mërkesh se shqiptarët e kanë qëto. Shqiptarët e kanë marak me thonë se ti dhe. O kështë që për flasë me gjuhën e tynë, ne? Se të ka diçka të keqe dhe i dojve ka ga. Po kjo ndasht, edhe na jena dojt, natyrisht, për gjithë po pak si në formë shakaj se kanë marak shqiptarët me thonë qështu. Pra ka ga dika i zot e din. Do të me prënu njeri ju, e ka vlan këjta gji dhe pro me te në këtë formë, konform këti perceptimi që te ke perceptua respektivisht i realitetit që është prezent. Për shembull, dikush e ka vllahun mendje madh, arrogant, kur njësle me fol, kur ai kesh nuk e ka sipas tina, gjithë ka mirë ai. Ta do me leçita, çka kimi bën? Tjetëri është lakmitari madh aty, çdo sa ndon për vete, i harron që hakan atë të tjerët. Këjta gji, kur gjo? Thuj, ka kje pun përfëndoj. Vëllah e kam, nuk kam qka i bëj, të vazhdojnë biznisin, Allah i dhash bereqet. Mirë s'ka ba, pa s'ka bëde mirë se fakti që është këjta gji s'ka ba mirë. Amo, më s'ka bë mirë që të latë, të që zotit. Baba, nana shumë mirë të kanë mësu dhe janë duke të mësu. Vllaut me i fol, vllaut me lanë marë në shpe, me vllaut me anë për nëshën atë derën s'ta qelum. Derin kiamet. Sepse prindi për te është bela e madhe për prind. Për prind është bela, e mi bela, mi prish e vlat me zveti. Për prind vdekja është faqe e bardhë. Me halve për të vdekjen, më parë se sa me pa fëmijët e vetë ka nuk flasin, runa zët ka prishe me zvetë. Janë hak, kjo është e vërtet. Kështu duhet jetë. Vllaut kime i fol, por mos shet me te, mos bilej me te, pun të ndinjas kur gjybre. Të ardhën, të shkuar. Vëllah e ke, vëllat ka. E vizitan, rrin, vjen, shkon. Ta shtofet insani, ane. Raportet mund majtë edhe në të ftaft. Raportet mahan të nëzet, që qujmë një raportet nëzehta të ngrëhta, po dhe raportet ftafta, por ju të shkëputura. Sa mirë përdoret këtë term në diplomacinë ndërkombëtare. Dhe janë ftohër raportet mes për shembull mes kryeministit aktual dhe disa shtete perëndimore. Shprehje shumë e mira, precize. Janë ftohur, por nuk janë shkëputur. Në anën tjetër atje dhe raportet e kryeministit presidentit janë të ngrëhta me filan shtetin. Të ngrëhta, të ftafta, por jo të shkëputura. Në dy anë raportet vazhdojnë të jenë. Se së bojnë anë kështu në familje me vllaznjë me motra. Po dhe me shoqni. Po dhe shoku të shoqja jote. Po dhe konata jote, po dhe halla jote, po dhe këshika jote, kolega jote në punë. Nëse të kalon duhet ka fyet, ta ka bënë në dëllaver mas shpinë e tjerë, mos e ngut me leçit. Ma. Thuaj, jam ftofur në te. Ose nëse të pyet dikush, të shka ftaft, po ftaft. Nuk e leçiti motrën. Nuk e leçiti konatën. Zoti mos e dhasht. Për shumë arsye, mbi gjitha jemi muslimane, por edhe hatër burrë, hatër vjehrrive, hatër që janë në shtëpi, i nati hall këtë, shumë sa në tjera. Amo, raportit të ruaj për ftaft. Edhe të i ndëruar, raportet më nëshmi majtë ftafta me vlla. Po nuk bën ma poshtë se sa kaq mi shkëput. Vllaun do të më të ardhë me shku, qysh ka thonë baba është me vepru, e nana. Tamam. A lejohet të më martu me një djalë që fal namaz, agjeron, për ka një tatu në trup. Po, që ka bën? E ka një tatu në trup. Po, bën. Tatuazh. Po, tatua, nuk e pengan, nuk pengan më martu. Tatua të rëgën që i burën ke pas budal. Niko, ka një hëpt. I hëpt të ka nëj. E tash inshallah kam ledh men, edhe ka dhe zëvëzët, po që ashtu është kjo punë, saj, me men kry, këto kry men, e pa shkojnë e pe prishit trupin tem, kjo nuk do koment. Të këtë s'ka koment. Për ata, këtë kësh e bojnë,
e bojnë rinia që popullët janë axhami loko, axhamia e bojnë, edhe njerëzit rruna, zot njerëzit që s'kan, ju ka hop kibla, ju ka hop drejtimi, ju ka hop busollë, ka prish që funksionon. Për ndryshe njeriu me të prish trupin e vet, me deformu, me çurudit trupin e vet, mu i rretu njerëz për trupit tën. Pastaj, qyshe hjek ta me bo me desht me hjek, vallahi te për zar. Andaj pse e bëre? Pse kesh budall, qashtu është pranu që e kam budall. Po vallahi po. Edhe i madh bile. Pa keq kuptim natyrisht, por në kuptim të përgjithshëm natyrisht po flasëm ne, se s'duam njerëzit me emna mbi emna të fyjem kërkant, por si veprim është veprim budall. Veprim i lig, veprim i olt është. Ama më martu ban botër me te, po ban qyshja. Po. Një djalë, thot profesor, punojnë pizzeri, edhe mundon, thot, mës me hudh në mbeturina pjesë të brumit. Thot, po është e pa mundur me urujt tërësisht, thot, sa herë për veproj, po më kujtohen fëmijët e Palestinës, po është e pa mundur, a e kom shumë gjuna. Qashtu është e pa mundur se ke gjuna. Ka që Allah që përbleft të pagu për njëtën e mirë që ki, Allah të pagu të që përbleft. Po bravo Allah të më kujtu fëmija në Palestinë, fëmija në Sudan, fëmija në Jemen, fëmija gjithë kënë në botë, gjithë kundë në botë. Do të më kujtu e vëlla, do të më kujtu se edhe të partë të tonë, prindërit e gjyshërit tanë, ka njekë për një kafshat bukë. Ma dje, më shka të gjyshërit tanë gjatë luftës njerëzit kanë njekë për bukë. Lufta nuk e ka 200 vjetë e jonja. Andaj, kur të kemi një metë të zotit, do të më thonë o Zot, o Allah, runa këto një metë, mos ne pak se ja Rabbil Alimin. Për ata përdor me bismillah në fund thua elhamdulillah, elhamdulillah që na ushqeu, dhe elhamdulillah që na ka dhënë të mira, dhe elhamdulillah që na ngopi na ngiu, dhe elhamdulillah që na mundsej me hartë të mira. Dhe shtoj edhe këtë o Zoti jam. Runa këto një metë të mira që na i ke dhënë, e mos na i pezulloj ja Rabbi. Edhe fëmija Palestinës e të tjertë kanë pasur një kohë me hunger, por sot nuk kanë me hunger. Nuk kanë. Fatkeqësisht nuk kanë. E çka jena na më të mirë se sa ata? Asgjë. Andaj, po dhe me qenë të mirë, ta qenë Zoti sprovë, sepse Allah nuk e qenë është këqive. Jo më çfarë, pa qenë edhe të mirëve. Madje të mirë të spervan më shumë. Të mirë të spervan më shumë. Për t'i ngritur lartë dhe për t'i spastruar. E do të me lutë Zotin, o Zotë runa e të mira që ne i ka dhanë. O runa për fakarallokë, për varfërisës kamjes, Zotë jonë. Ja, Rab, e ata që është e pamën që me rujtë, s'ka dërë të hedhë, s'ki që i banë, po. A lejohet të të që është preferume, a bën me jafru fëmijët afër kur të prejmë kurbanin, që me imësu qysh bëhet si procedurë? Po, vesh nëse shumë dorë dhe kanë frikë, për ndryshe po, jafran fëmijën dhe shofin. Po, në regull është e po. Ju të regën që kjo është kurbane, kjo kështu e po. A lejohet mishin e kurbanit me e shpërndat të komshiu katolik? Po. Po qyshja, bën edhe komshiu katolik, e ortodoks, e të pa fe krejt, bën, sadak është. Sadak është. Ne në konceptin e sadakas, limoshës, i shikojmë njerëzë si njerëz. Andaj u japim të gjithve, pa i pyeti çfarë feje kanë. Ushqim, veshmbathje, të gjithve. Kur e në halë dhe ndërp një mu të gjithve. Nëse dikush për shembull i smut, nëse dikush ka halë, dert, dhe të ke mundësi me ndihmu, ti nuk e pyet njëri çfarë feje ki. Ti e merr vesh ndoshta gjatë veprimit çfarë feje ka.
gjatë mjekimit, gjatë rrugtimit, por në parim nuk e pyet. Në parim, më nojsh me pezëllu qatë problem, qatë vështërsi që ka, apo me mjeku nëse ka nëjë për mjekim. Ne musliman jemi të kështu, jemi shumë të gjerë në këto fusha dhe ndihmojmë të gjithëve. Nuk jena shkalojmë asnjë. Dhe kjo është për madhështisë të fesë tonë. Asë nuk jam kujtëzojmë tjerëve bënë musliman të api me hangre me pi. Që shukan kujtëzuar për shambull, plët organizata humanitare në emën të kryqit e në emën ku ta diune. Në Shqipëri për shambull masnatë, nishës, dyshës, treshës e me radhë, por edhe në Kosovë mas luftës. O mënyrë të drejtë për drejtës e mënyrë indirekte, ose va kujtëzojnë që në për Afrikën, në për Azijet e tjirë, ose në për vatrat luftës, ne ju jepëm ama, dohet me ardhen kishe, dohet me u pagëzue, është mirë, është andeje, këndeje, jo ne nuk e kemi ashtu. Ne nuk e kushtëzojmë ndihmën humanitare me përqafimin e islamit asnjëherë. A ne pse ne duam që ta njerëzit jenë musliman, por nuk e kushtëzojmë. Ndihma të ndihma, solidarizim, ofruar e ndihmës tjetër është sadak për neve dhe mjafton kaq. Na tha familjerit ai, e vlerësoj, se vlerësoj, ke musliman, s'ke musliman, ne në rregull jemi, ne e krytëm tonë. Po. Dikush thot po më kërkon para për dasëm. A llogaritet sadaka nëse ja jap? Po. Edhe a llogaritet, domethënë, a bëj diçka të keqe nëse nuk ja jap? Jo, nëse si ja jap, se ke ndihmu njeriu, ka pas nevojë se ke ndihmu. Nëse ja jap, është sadaka me ndihmu një qoftë edhe bërç, me t'i kthy. Përpos nëse darsmën e tina që e bën ai, e bën me haram. Nëse bën dasmën me haram, nuk jep. Për shembull, sikur sa që po ndodh, po më vijnë dhe para bërç, sepse kam me bë dasmën, në filan restoranin, gra dhe burra bashk, e muzikë, e pi alkoholike, se në të është haram me shku, haram me dhanë pare, haram me ndihmu, e të tjirë. Kësa raste nuk zënë me dhanë para tua, që me para të tua, me parat e tua, me u bo aji haram, apo me bo aji atë haram. Për ndryshe thjesht për martesë, me bletesha, me ushqy njerëzit e tjerë, kjo është sadaka, pagun Zoti, është sevap. Nëse ja jep, ja fal, po dhe nëse ja bërç, prap është mirë sevap, me ndihmu njeriut. Sepse në zaraj, sepse ton njerëzit, kur të martohen, kanë harxime, kanë shpenzime. Po. Profesor, Allah të shpërbleft. Amin. Faleminderit shumë për kohën. Të dashur shikues, ju falenderojmë të gjithëve që ishit bashkë me neve. Inshallah Zoti i ka pranuar veprat që jemi mundu me bë këto 10 ditë të Dhulhijhes. Inshallah kemi shëndet të agjërojmë Arafatin edhe e gëzofshim Bajramin. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.